Të ndëruar, u rikthyem në studio me personalitetin e ditës për sot, ku sot do të flasim për 80 vjetorin e themelimit të Bibliotekës Tetovës, për aktivitetet që do të shënojnë këtë përvjetor dhe njëkohësisht për funksionimin e bibliotekës. Për të trajtuar një temë të tillë, kemi nderin dhe privilegjin që në emisionin ton të kemi drejtorin e Bibliotekës Tetovës, drejtor Binas Pajaziti. Përshëndetje drejtor dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që na keni nderuar. Fillimisht përmenda 80 vjetorin e bibliotekës. Çfarë përfaqëson për juve dhe njëkohësisht për qytetin e Tetovës përvjetori 80 i bibliotekës? Atëherë, ashtu siç edhe jeni të informuar mbas ftesës që kemi bërë mediumeve, por edhe rrjeteve sociale të faqes bibliotekës tonë. Këtë vit Biblioteka Nacionale Koçoracin Tetov ka përvjetorin e saj të 80, do të thënë në vitin 1945, kur është themeluar deri në këtë vit, dhe një bën fiks 8 dekada, dhe normal si çdo dekadë, çdo vit ka rëndësinë peshën e vet në këtë rrugëtim të gjatë, edhe biblioteka ka kaluar ato sfidat e veta, vështirësitë, nga një libër i vetëm kur është nisë si ide në fillim, deri në atë që jemi sot në fondin e përgjithshëm që ka të librave që posedon e gjithë biblioteka, diku 150.000 njësi ose libra më saktë. Kuptohet kjo periudhë ka edhe ato etapa, sfidat, vështirësitë e veta në të cilat ka kaluar Tetova. Biblioteka e Tetovës është një gur i rëndësishëm, një element shumë i rëndësishëm në jetën kulturore, artistike të Tetovës dhe të rrethinës. Historiku dhe zona filla e saj ka nisë diku prej vitit 1922, do thënë baza themeli i saj institucional është vitin 1945, ka pas nga iniciativa të rinisë tetovare që kanë marrë në atë kohë, pastaj është bërë fuzionimi i këtyre iniciativa të rinisë tetovare të bibliotekës Manastirit të Leshkës, e cila është udhëhequr nga Kiril Peqinoviqi. Pastaj një kontribut të rëndësishëm ka luajtur edhe biblioteka Arabati Babateqe, e cila në vete ka përmbledhur tekste me alfabet arab, do thënë tekste kryesisht edhe fetare, edhe turke, por edhe në gjuhën shqipe, dhe fuzionimi i gjithë këtyre njësive, iniciativave, pra të rinisë tetovare të Bibliotekës Arabati Babateqe, të Bibliotekës Manastiris të Leshkës, në vitin 1945 është themeluar edhe biblioteka që fillimisht ka qenë e administruar nga Komisariati për Arsim në atë kohë. Pastaj një rol të rëndësishëm ka luajtur edhe një familje maqedonase në shtëpim private të cilave edhe është themeluar dhe ka qëndruar një kohë relativisht të gjatë deri në vitin 2003. Nga viti 2003 është zhvendosur në Pallatin e Kulturës në kuadër të Tetovës, ish restoranti që ka qenë Çardak, dhe në vitin 2023 ka bërë një zhvendosje të satën me radhë dhe hapësira ku ishte biblioteka me vendim të qeverisë është shpërndarë Bashkimit Evropian, gjithsesi Europe House ku gjendet sot. Nga viti 2023 e deri më sot jemi në anën e kundërt të Bashkimit Evropian, aty ku gjendemi në Pallatin e Kulturës. Gjithë këto kanë qenë faza zhvendosjeje dhe si çdo zhvendosje ka ato sfidat, vështirësitë e veta, dhe jemi në pritje e sipër gati, ashtu siç është i njoftuar opinioni, nga viti 2014 e deri më sot jemi në pritje të ndërtimit të objektit të ri të bibliotekës, i cili shpreson që në një të afërt, jo shumë të largët, ose sa më shpejt që do të jetë e mundur, të dalim edhe në hapësirat e objektit të ri.
Pak a shumë kjo është një përmbledhje retrospektive e rrugtimit të bibliotekës ndër vite nga themelimi i saj deri në ditët e sotme. Po. Përveç çështjes së evaluimit apo historikut të bibliotekës, të ndalemi në aktivitetin i cili ka të bëjë me shënimin e ngjarjes së rëndësishme siç është 80 vjetori i themelimit. Të fillojmë me radhë cilat janë aktivitetet të cilat janë paraparë për këtë përvjetor? Atëherë në këtë përvjetor, në brenda vitit ne në bibliotekën e qytetit funksionojmë kryesisht me programet që financohen, projekte që financohen prej Ministrisë së Kulturës. Dhe ne kemi pas disa aktivitete të realizuara, projekte të miratuara, të planifikuara paraprakisht dhe qershia mbitor të gjitha aktiviteteve që kanë qenë diku 14 brenda këtij viti, qershia mbitor të gjithë këtyre aktiviteteve vjetore është edhe jubileu i 80 vjetorit dhe përnder të këtij manifestimi jubilar ne kemi paraparë ditën e njëjtë me datë 18 do të kemi një panel diskutimi. Jemi kujdesur që t'jenë disa nxënës të shkollave të mesme, profesor, bibliotekist. Ideja ishte që të ndërthurim tema që lidhen me grup moshat, kryesisht grup mosha e re. Në fakt ne nëpërmjet projekteve gjatë gjithë vitit kemi pas parasysh që të përfshin gjitha grup moshat. Kemi projekte edhe për parashkollore gjithësisht me qerdhet. Pastaj kemi projekte për ciklin e ullët, të klasave të ulta dhe klasave të larta të shkollës fillore, projekte për shkollat e mesme, për pensionerët, për lexuesit më aktiv. Pra ideja dhe qëllimi i kolegëve dhe i juni si staf ka qenë që të gjithë këto projekte t'i prekim grup moshat e ndryshme. Prandaj edhe ideja e këtij panel diskutimit ishte që të flasim për rëndësinë e të lexuarit, rëndësinë e librit. Do të kemi 3 panelist. Ideja ishte që të flasim nga perspektiva e mësimdhënësve. Kemi mysafir profesor Xhelal Zejnelin. Të flasim nga rëndësia e të lexuarit nga këndvështrimi psikologjike. Kemi të ftuar panelist profesoreshën Nora Kasa. Dhe sfidat e digitalizimit, gjithësisht ata me cilën e ka sfidë edhe biblioteka e jonë, kemi të ftuar panelisten Elmedina Abdullahu, përgjithësi për bibliotekën e Universitetit të Evropës Juglindore. Pra ideja është që nëpërmjet këtyre 3 temave, njësive tematike, t'i gërshetojmë dhe t'i lidhim edhe t'i prekim edhe t'japim një koncept, një mesazh dhe një porosi ku kemi qenë nëpërmjet traditës së të lexuarit, ku jemi dhe ku duhet të jemi, ku jemi sot dhe ku duhet të jemi nesër, por nëpërmjet të lexuarit, por edhe ato të cilën e pret dhe jemi në rrjedhim e sipër si sfidë që e pret udhëhecinë e bibliotekës, stafin dhe konceptin për të ardhmen. Pas këtij panel diskutimi, që do zgjat nga ora 5 deri në orën 6, pastaj kemi një ekspozit në hyrje të Pallatit të Kulturës, në foajen e Pallatit të Kulturës. Ideja është që nëpërmjet një ekspozite të cilën e kemi titulluar Biblioteka ndër vite, do të bëjmë në mënyrë retrospektive ekspozimin e fotografive, gazetave, arkivit të bibliotekës, libra të vjetër, mënyra se si është punuar. Pra do të bëjmë një retrospektiv nëpërmjet një ekspozite në formë të posterave, por edhe ekspozimit të librave të vjetër, edhe të gazetave të vjetra. Për hir të vërtetës ne kemi një arkiv shumë të pasur, mirë po për shkak të kushteve dhe ambienteve, mënyrës së magazinimit e kemi të vështirë që t'i vendojmë të gjitha në funksion, sepse nëse ata nuk i ruajmë si duhet edhe nuk i mbam, edhe nëse i marrim në përduar më shpesh, rrezikojmë që të njëjtat të asgjësohen dhe të prishen. Pas kësaj kemi edhe një koktel rasti për të gjithë të pranishmit.
Ditën e premte kemi një akademi solemne, për të cilën po ashtu kemi paraparë në shenjë faleminderimi dhe mirënjohje, të respektojmë me mirënjohje institucionet me të cilat ne bashkëpunojmë, punëtorët të cilat kanë përvojë më të madhe, edhe për simbolik kemi përzgjedhur edhe 10 lexuesit më aktiv, të cilat janë edhe më të rregullt, më aktiv dhe më të rregullt në këtë fazë, në këtë periudhë të fundit si lexues. I kemi përzgjedhur 10. Do të ketë një program artistik, një koktel rasti, domethënë nëpërmjet këtyre 3 aktiviteteve, kishim në plan edhe një aktivitet të tjetër, po me që i kemi kry pjesën më të madhe, me qëllim nuk i kemi fuzionuar dhe ngjeshur njëra me tjetrën, për arsye se deshëm të kemi pak më shumë hapësirë dhe kohë për të organizuar dhe për të menaxhuar pak më mirë, sepse vështirësitë, kushtet ekonomike, mendoj hapësira e ngushtë dhe sfida ekonomike e financimit të vetë projektit në i dirigjonte edhe shumë momente dhe rrethana. Shumë aktivitete megjithatë të një rëndësie të veçantë për të shënuar këtë datë të rëndësishme, siç është 80 vjetori i bibliotekës. Megjithatë, cili është roli që ka biblioteka në një shoqëri? Për shembull, për zhvillimin kulturor të një shoqërie, çfarë roli mund të ketë? Gjithsesi, roli i bibliotekës është shumë i rëndësishëm, ka qenë çdo herë. Librat janë ato të cilat luajnë rol të rëndësishëm në veçanërisht librat artistik, po edhe ato shkencor, luajnë rol të rëndësishëm në emancipimin, zhvillimin e intuitës, imagjinatës, veçanërisht tek fëmijët, ndikojnë pozitivisht në formasimin e karakterit të rinjve, prandaj të lexuarit është një element shumë i rëndësishëm. Biblioteka nëpërmjet ofrimit të shërbimeve që ajo ka bërë, huasimit të librave, arkivimit të shtypit ditor, aktiviteteve të shumta që janë ndër vite, mos them qindra e mira, bas edhe mund të gabojnë në aspekt të numrave, gjithsesi roli primar i saj ka qenë edukues, pra edukativ, edukues, frymëzues për të rinjt dhe gjithnjë nxitës drejt vlerave shoqërore me të cilat ne ballafaqohemi në përditshmërinë tonë. Pra, ky gërshetim elementesh në mes bibliotekës, shkollave, institucioneve, lexuesve, të gjithë atyre që e duan dhe kanë pasion leximin, ka qenë i mrekullueshëm në të kaluarën, është aktualisht në nivel të kënaqshëm, por ne synojmë gjithnjë më tepër që ta arrisim këtë numër. Në çfarë kuptimi? Në kuptimin e asaj, fatmirësisht, Biblioteka e Tetovës, Koçoracin, ka numër të mjaftueshëm, të kënaqshëm, themi, të lexuesve. Në vitin 2023 ka qenë e shpallur si biblioteka e vitit, në kuptimin më shumë lexues aktiv, diku rreth 5.000 lexues aktiv. Dhe ky numër ka variuar, ka lëvizur, ndonjëherë ka rënë më shumë, ndonjëherë është rritur, por lart poshtë aty sillemi, duke pas parasysh me sfidat e teknologjisë në kohën e sotshme, vështirësitë me të cilat përballen brezi i ri sot dhe çdo familje në përgjithësi, pra zhvillimi i hovshëm i telefonave smart, digitalizimi, numri i madh i rrjeteve sociale, të gjithë këto janë një karem i cili i josh dhe i tërhek të rijt në kuptimin i largon prej librit. Duke u nisur me atë që ne këtë e kemi si sfidë, jo si bibliotekë, flasim si shoqëri, gjithsesi ky numër është i kënaqshëm, flasim për lexuesit. Mirë, po nëse e shohim në një prizëm tjetër, Tetova dhe rrethina ka një numër dhe potencial shumë të madh. Ka qenë, për shembull, Tetova ka diku 7 shkolla të mesme, ka edhe diku 11 shkolla me degëzimet e saj, shkolla fillore. Pastaj kemi edhe shkollat fillore të komunave rurale. Nëse e marrim këtë numër të madh,
unë them prapë se prapë ky numër nuk është edhe aq shumë i lartë sa duhet jetë. Duke pas parasysh se kemi edhe 2 universitete në kuadër të qytetit, por nëse e shohim në këtë prizë, është kështu. Nëse e shohim në prizmin tjetër, në nivel republikan, ky trend është në rënje sipër, jo vetëm në Maqedoni, flasim edhe më gjarë, po duke i krahasuar këto 2 elemente, duke i bërë 2 paralelizma, unë them që është mirë, është i kënaqshëm si numër. Megjithatë përmendet edhe sfida që kanë të bëjnë me pjesën e asaj që quhet online. Megjithatë sa i përket bibliotekës, sfidat të kohës digjitale dhe interesi i të rinjve për librin. Pra, si mund të bëjmë, a mund të bëjmë në fakt një krahasim se sa i përshtatet biblioteka pikërisht këtyre sfidave digjitale? Kështu, ne përmendëm digitalizimin në kuptimin në thojza, po e them negativ, se nuk mund t'i them edhe në tërësi negativ, po negativ në kuptimin e largimit i josh të rinjt, në kuptimin asaj që nuk i japin shumë hapësirë. Ka variante, ka aplikacione të shumta për cilat ne po përpiqemi të bëjmë atë punën tonë, aq sa kemi mundësi dhe kapacitet, që ka për shembull aplikacione që të ofron vetë aplikacionit vetëm ti i skanon faqet e librit, ajo ta lexon me za. Do të thonë kjo është një përparësi. Mirë po, sfida e digitalizimit lidhet edhe në ata në kuptimin e shërbimeve që ne japim. Këtu e shohim në atë prizmin administrativ, i ka thjeshtësuar gjërat. Në që kuptim? Në kuptimin asaj se biblioteka e qytetit është pjesë e platformës softverike të materialeve të bibliotekarisë dhe është pjesë e platformës COBIS. Platforma COBIS është një platformë e krijuar në Sloveni dhe ideja është që të gjithë ish republikat jugoslave, po edhe shtetet të tjera të jenë pjesë e kësaj platforme, dhe është një platformë digjitale online e cila e lehtëson punën dhe jep mundësi të regjistrimit të gjithë titujve. Pra çdo lexues i bibliotekës sonë, në momentin që bëhet pjesë dhe antarësohet në bibliotekë, dhe të gjitha të dhënat për çdo njërin ruhen në mënyrë digjitale, pra në mënyrë elektronike, po ashtu ka edhe mundësi shkarkohet aplikacioni dhe në mënyrë elektronike mund të shifet për shembull në çdo moment cilat tituj ne i kemi. Pra, pa qenë nevoja që të vijë në bibliotekë. Pra, mundet për shembull nëse e merr librin, ta zame ka për 2 javë ta kthej, don që ta vazhdoj, mundet hyjë nëpërmjet sistemi që të kërkoj që të vazhdohet. Pra, digitalizimi në këtë rast ka lehtësuar shumë procedura që kanë qenë standarde më herët, ato procedura për shembull sistemi i vjetër nëpërmjet kartotekës ka qenë shumë i vështirë, në një libër e ke pas të vështirë, veçanërisht kur nuk ke hapësirat mjaftueshme. Tani ne e dim në mënyrë të saktë sa kemi njësi, matet atje mban vetë sistemi një evidencë të gjithë lexuesve, sa vepra ke lexuar, sa i ke aktiv, cilën grup mosh, në cilën gjuhë, në cilën gjini. Do të thonë ne kemi në kohë reale, kemi statistike reale për të gjitha të dhënave fal kësaj platforme dhe këtij procesi digitalizimi. Pra, ky aspekti administrativ. Prej ditën që kam ardhur unë drejtor në bibliotekë, i kam venduar një sfidë, themi vetvetes, po edhe institucionit, e kemi nisë një projekt, jemi në proces e sipër, çështjen e digitalizimit të një pjese të materialeve, librave, gazetave të arkivit të vjetër të bibliotekës. Për hir të vërtetës, ndoshta do ta kishim nisur edhe më herët, mirë po për shkak kushteve, ka qenë të si e pamundur, planifikojmë diku nga muaj mars vitit të ardhshëm, të nisim të bëjmë hapat e parë. Unë kam arritur të siguroj një pajisje për skanim, jemi në fazën edhe të një pajisje tjetër, të cilën besojmë se do ta realizojmë në vitin e ardhshëm, edhe bashkë me ekipin dhe të punësuarit e bibliotekës të nisim të bëjmë digitalizimin e materialeve, librave të vjetër, gazetave, në veçantë do ta kemi prioritet gazetën Flaka, me që jemi periodiku
të cilin lartë poshtë ne kemi të gjithën. Dhe kuptohet këtu jemi në procedure si për t'i kryem edhe ato formalitetet administrative, sepse me ligj të drejtat autoriale kuptohet janë të mbrojtura, tekstet mbi 50 vite nuk duhet të bëhet marrëveshje e veçantë, ato që janë më të reja se 50 vite duhet të bëhet marrëveshje e veçantë ose të merret leje e veçantë. Kuptohet që jemi në kuadër të kornizave ligjore dhe pastaj të vazhdojmë atë punën profesionale. Pra ideja është që ne të nisim nga tekstet dhe arkivin më të vjetër që e kemi dhe të mundohemi ato t'i kthejmë në mënyrë digjitale, që të mundemi t'i ruajmë dhe njëkohësisht jenë edhe pjesë e platformës KOBIS. Atëherë do të lehtësohet shumë puna. Mirë, po kjo është një proces i cili don kohë, nuk bëhet me njëherë, do të bëhet në mënyrë profesionale. Problem i parë që mund të ballafaqohemi është se librat e vjetër me kalimin e kohës edhe amortizohen, mund edhe të dëmtohen. Ne nuk e dim, i kemi disa magazine dhe pjesë, nuk e dim gjendje faktike si është, po ne do bëjmë çmos ato që e kemi gjendjen ashtu si e kemi, të bëjmë punë në mënyrë maksimale të duhur dhe të jemi në krye të detyrës duke bërë përpjekje maksimale që këto dokumente, libra të vjetër të arrijmë t'i shpëtojmë. Për hir të vërtetës kemi disa libra që janë vërtet shumë të vjetër, që i takojnë periudhës së hershme, janë libra në gjuhën serbo-kroate, dhe mundohemi t'i ruajmë dhe të kujdesemi me kujdesin më të madh. Kur jemi te çështja e leximit edhe promovimi i leximit dhe i kulturës, sa është aktive biblioteka për promovimin e leximit dhe kulturës? Atë që thash pak më parë, do të thonë në vitin 2025 biblioteka ka realizuar diku 15 projekte, 11 kanë qenë të dakorduara, edhe të tjerët i kemi shtuar, do të thonë me aktivitetet edhe vetanake, i kemi bërë shtesë, pjesës së cilës është edhe jubileu tani 80 vjeçar. Për vitin 2026 kemi aplikuar me 20 projekte, do të thonë ne kemi shtuar gati për 9 projekte shtesë volumin e punës. Biblioteka ka qenë edhe në të kaluarën edhe tani pjesë aktive e shoqërisë duke kontribuar nëpërmjet projekteve të ndryshme, atë që e thash pak më parë. Pra ideja është që nëpërmjet projekteve tona, vizioni jonë është që të preken të gjithë grup moshë. Pra kemi, ashtu siç thash, projekte për çertet, i kemi standardet, do të thonë disa projekte, kemi për shkollat e mesme, kemi për të moshuarit, kemi pas një projekt për të grup moshat më të vegjël, por edhe më të moshuar, një projekt i përbashkët, i ndarë në 2 faza, kemi pas projektin edhe klubi lexuesve, kemi pastaj një projekt tjetër që ka karakter garues, i cili nxit krijimtarinë artistike të rinjve, të cilët marrin pjesë nëpërmjet krijimeve artistike dhe një juri e duhur, adekuate ose profesionale që ka të bëjë me ata anën artistike, ka bërë selektimin dhe në nivel të gjitha shkollave komunale, por edhe për rreth, flasim vetëm për shkollat fillore, bëhet një përzgjedhje dhe zgjidhen më të mirët me krijimet e tyre artistike. Pra ideja është që të nxitet aspekti krijues, të nxitet aspekti lexues, të nxitet dashuria edhe në aspektin kognitiv tek fëmijët e vegjël, të nxitet nëpërmjet anës vizuale, kemi pas kështu punëtori ose workshope me fëmijët nëpërmjet prallave, të lexuarit nëpërmjet vizatimeve, edhe nëpërmjet debateve që kemi pas me klubin e lexuesve të shkollave të mesëm. Pra, me një fjalë kemi qenë, jemi edhe më shumë do t'jemi në të ardhmen. Biblioteka e Tetovës ka një staf të mrekullueshëm të punësuarish, të cilët e kanë pasion punën, kanë pasion leximin dhe nëse ti nuk e don punën ku je dhe nuk e bën me pasion, me dashuri, me ngul për t'i kryer ato detyrat dhe obligimet,
atëherë normal që nuk do të kesh sukses. Fatmirësisht në bibliotekën e Tetovës ka një staf shumë të mirë të cilët e kanë pasion, kanë dëshirë për të punuar. Tash normal edhe unë si udhëheqës u jap mundësi dhe hapësirë maksimale i përkrahi sa mundem, edhe çka mundem, edhe unë kam atë vizioni dhe konceptin tonë që normal kemi gjetë një gjuhë të përbashkët dhe kjo është shumë pozitive sepse rezultati është i dukshëm, është i prekshëm. Me vetë faktin që nga 11 kemi kaluar në 20 projekte, ajo tregon për dëshirën dhe ambicet se çka duam edhe sa duam ne të punojmë për të ardhmen. Përmendet projekte që keni realizuar apo që ka realizuar në përgjithësi biblioteka. Cilat janë projektet dhe planet që keni për të ardhmen? Do thonë projektet, do thonë nëse i ndajmë në aspektin profesional, ja për vitin 2026 kemi rrit volumin e punës. Nga 11 projekte kemi kaluar në 20 aplikime kemi bërë. Për herë të parë këtu kemi paraparë që Biblioteka e Tetovës të jetë organizatore një kohëqire një konference në nivel republikan edhe më gjerë. Urojmë që kjo të na pranohet, pra e bëjmë edhe një hap më tej. Pastaj në aspektin e projekteve gjithsesi i kemi shtuar disa projekte që gjykojmë si janë të rëndësishme. Tjetër sfida më e madhe për momentin besoj se do jetë çështja e hapësirës. Hapësira është një sfidë në vete. Unë kam bërë përpjekje maksimale bashkë me kolegë të tjerë në raport me ministrit, po ka vështirësi të cilat nuk më varen dhe nuk janë të zgjidhshme, nuk më varen prej meje, nuk më varen, është një problem pak më i madh. Aty do duhet një forcë vendosmëri pak më e madhe prej pushtetit qendror, sepse mbi ftyrës kryerjes të shërbimeve, të pakesave, gjitha janë nëpërmjet Ministrisë të Kulturës edhe të qeverisë. Në qoftë se do ketë një lloj vendosmërie, tash normal edhe në nivel qendror ndahen prioritetet, dhe unë uroj që kjo të jetë një ndër prioritete, sepse është një objekt shumë i rëndësishëm që është zhagitur gati 10 vite, dhe bashkë me Teatrin e Tetovës është një barë shumë e rëndë, shumë e madhe, një punë e vështirë. Paramendoni, ne kemi 120.000 tituj, kemi 150.000 njësi librash, të gjitha janë të sistemuara në një hapësirë 160 m2, 56 m2. Kemi disa hapësira ndihmëse në podrumet poshtë, kemi në pjesën lartë, pra jemi në kushte vërtet shumë të vështira për të funksionuar, mirë po edhe aty ku jemi gjendur mirë, vazhdojmë edhe shpresojmë sa më shpejt të dilet në hapësirën e re. Çfarë mesazhi do kishit dashur që të përcjellni tek qytetarët, sidomos tek të rinjët për këtë përvjetor të bibliotekës? Po, mesazhi tek të rinjët është edhe për qytetarët, po veçanërisht për të rinjët, pra në cilësinë e mos më thonë si do kisha thënë kështu. Të lexuarit ose leximi një vepre artistike në vete përcjell 3 mesazhe. Pra vlera njohëse e librit, vlera estetike dhe vlera estetiko-artistike dhe vlera edukative. Pra nëpërmjet këtyre 3 mesazheve të rinjt arrin të njohin vetveten brenda një bote artistike të krijuesit, nëpërmjet vlerës estetike ose artistike arrin të pasurojnë botën dhe konceptin e tyre, të gdhendin shijet e tyre estetike për artin, për të bukurën, për të lexuarit, dhe vlera edukative është se nëpërmjet shembujve që ofrohen në botën artistike, qoftë për të mirë, qoftë për të keq, të rinjt arrin të mësojnë ata se si duhet të hapërojnë dhe të ecin përpara. Pra, kërshëtimi i këtyre 3 shtyllave kuptohet veprat artistike përcjellin një mori mesazhesh, por këto janë 3 shtyllat kryesore, dhe përmjet këtyre zotërimit mjaftueshëm të këtyre 3 shtyllave, të rinjt dhe ata që lexojnë janë
do t'jenë më të armatosur, më të pajisur, më të aftë, më të shkaftë për rrugtimin e quajtur jetë, dhe ky rrugtim do t'i bëjë ata më të përgatitur për jetën. Sa më shumë që lexojnë, aq më shumë e pastrojnë veten e tyre me njohuri, me dhënë edhe për atë botën e tyre artistike. Drejtor, faleminderit shumë, kënaqësi shumë e madhe që sot ishi pjesë e emisionit tonë. Faleminderit, kënaqësi, unë kam thënë edhe hera tjera, po e them edhe tash, një falënderim të veçantë për stafin e juaj, për televizionin Koha, për mundësinë, hapësirën dhe ndjekjen e vazhdueshme që bën të bibliotekës, por edhe të gjitha aktiviteteve në përgjithësi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Vazhdoni të qëndroni dhe më tuqe me ne, rikthehemi pas pak.